Zbulimi amerikan beson se Rusia mund të sulmojë NATO-n brenda 3 viteve të ardhshme duke nisur madje që nga vjeshta e këtij viti. E përditshmja Wall Street Journal i referohet disa raporteve të reja të Agjencive të Zbulimit të Shteteve të Bashkuara, ku shprehet frika se Moska mund të kryejë goditje nën flamuj të rrem, veçanërisht në krahun lindor të aleancës përmes një sulmi të kufizuar. Sulmet kibernetike, goditjet me dron me flamuj të Ukrainës për kamuflim apo dërgimi i grupeve të armatosur pa uniform janë skenarët më të mundshëm, të cilëve i druhet zbulimi amerikan. Sipas Wall Street Journal, Vladimir Putin mund të detyrohet ta hedhë hapin që rrezikon luftën e tretë botërore nga presioni në rritje brenda vendit, veçanërisht pas sulmeve me dron nga Ukraina ndaj objekteve të naftës dhe magazinave gjigante të shitjeve online që mund të kenë rritur pa kënaqësinë e rusëve. Incidentet e vazhdueshme me dron dhe raketa ruse në Rumani dhe Poloni po shihen si testime të vendosmërisë kolektive. Alarmi vjen në një kohë kur rezervat ushtarake të Washingtonit, por edhe alatëve të tjerë janë konsumuar ndjeshëm nga ndihmat për Kievin dhe konfliktin me Iranin.